Këshilli për marrëdhënie shqiptaro-amerikane, takim me kongresisten Milotakis, njëja e Kosovës nga Greqia, është diskutuar në Washington gjatë një takimi të Këshillit për marrëdhënie shqiptaro-amerikane me kongresisten Milotakis me paraardhje greke. Këshilli për marrëdhënie shqiptaro-amerikane ka zhvilluar një takim me kongresisten me paraardhje greke Nikol Milotakis dhe kanë diskutuar një sër çështje që lidhen me Ballkanin Perëndimor. Lajmi është bërititur nga presidenti i ARC Martin Bulaj, i cili njoftoi se gjatë të takimit është vënë theksit në rëndësinë e forcimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Greqisë me synimin për të arritur njohjen formale të Kosovës nga Greqia. Një nga temat kryesore të diskutimit ishte forcimi i marrëdhënieve mes Greqisë dhe Kosovës dhe inkurajimi i bashkëpunimit të ngushtë që në të ardhmen mund të çojë drejt njohjes zyrtare të Kosovës nga Greqia, thuhet në njoftimin e ARC. Përfaqësuesit e organizatës ngritën gjithashtu shqetësime mbi të drejtat dhe statusin e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Sipas njoftimit, kongresistja Milotakis shfaqi interes të veçantë për zhvillimet rajonale, duke parashtuar pyetje rreth vendeve pro-amerikane në Ballkan, ndikimin rus, kinez dhe mënyrën se si Serbia ushtron ndikimin në rajon.